Vatra e sëmundjes së murtajës, e cila u konstatua pak javë më parë në fshatin Okshatin të njësisë administrative Shupenzë në bashkinë e Bulqizës, ka bërë që lëvizja e të imtave të jetë rreptësisht e ndaluar. Kësaj në tregun e Shupenzës, i cili zhvillohet çdo javë, nuk është nxjerrë për të shitur asnjë bagëtie e imt. Banorët dhe tregtarët shprehen se prej shumë javësh në treg mungojnë bagëtia e imte, e cila rrezikon të infektohet apo të jetë infektuar nga sëmundja e murtajës. Në treg po shiten vetëm shpend shtëpiak dhe produkte të konsumit të përditshëm. Autoritetet e veterinarisë në qarkun Dibër nuk kanë dhënë ende një afat se kur konsiderohet zona e pastër, ndërsa vijojnë të mbajnë në monitorim të gjithë blegtorët e Bulqizës. S'ka asnjë lloj bakterie, s'ka ka muj. Pra murtaja nuk ka pa dalë gjë në pazar më. Pazar Shupenzës. Kontroll çdo javë vinë të veterinerët, kur gjë nuk qeshin. Vatra e murtajës në Okshatin të Shupenzës shkaktoi ngordhjen dhe asgjësimin e rreth 220 krerëve të imta, ndërsa blegtori pret të kompensohet nga shteti.